Alban Skënderaj dhe Miriam Çani kanë qenë prej vitesh një nga çiftet më të dashura dhe më të admiruar në estradën shqiptare. Me një marrëdhënie që ka reflektuar harmoni, dashuri dhe përkushtim, ata kanë ndërtuar jo vetëm një familje të bukur, por edhe një bashkëpunim artistik që ka dhënë fryte të shumta. Këngët e tyre të përbashkëta janë bërë himne dashurie për shumë shqiptar, duke krijuar bindjen se lidhja e tyre është jo vetëm personale, por edhe profesionale e pazvendësueshme. Megjithatë, së fundmi, në mediat rozë është përfolur për një çarje të mundshme në këtë harmoni që i ka karakterizuar prej kohësh. Shkak për këto alludime është bërë lajmi se Alban Skënderaj do të publikojë në muajin korrik një këngë të re verore në bashkëpunim me këngëtaren e njohur Kida. Kjo lëvizje e papritur ka ngjallur reagime të shumta dhe ka hedhur dyshime mbi marrëdhënien e tij me bashkëshorten, pasi ky është një nga rastet e rralla ku Albani vendos të bashkëpunojë me një artiste tjetër përveç Miriamit. Ky projekt i ri, i paralajmëruar si një nga hitet më të pritshme të verës, ka sjell ndarje opinionesh në publik. Një pjesë e admiruesve e shohin këtë si një hap të natyrshëm në karrierën e tij, ndërsa të tjerë e interpretojnë si një sinjal për ndonjë tension në marrëdhënien mes tij dhe Miriamit. Këngët e Albanit shpesh kanë reflektuar ndjeshmërinë e tij emocionale, prandaj publiku është mësuar të kërkojë domethënie të thellë në çdo veprim të tij artistik. Duhet theksuar se deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për ndonjë ndarje apo krisje në çiftin Skënderaj-Çani. Në mungesë të deklaratave publike nga të dy, çdo alludim mbetet në kuadrin e spekulimeve. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me artistë të rinj si Kida mund të jetë një strategji për të rinovuar stilin dhe për të sjellë freski në tregun muzikor, pa ndikuar në jetën personale të artistit. Gjithsesi, në një botë ku jeta private e artistëve përzihet shpesh me karrierën e tyre, çdo hapëri është subjekt analizash dhe keqinterpretimesh. A është kjo një tradhëtie artistike apo thjesht një eksperiment muzikor? Vetëm koha do ta tregojë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.